Përshëndetje, jemi sot këtu bashkë me Rinonin, këtë ambient kaq të bukur, për me incizu podcastin e radhës. Kësaj here do të flasim për një temë shumë interesante, do të flasim për shkencën materiale dhe shkencën shpirtërore. Përshëndetje Rinon. Përshëndetje Rize. Na boft mirë kafja. Na boft mirë këtë ambient, ç'është jeshëm, ç'është bukur me ditë formas, ambient veror, tema është pa protokoll, shkenca materiale dhe asaj shpirtërore. Pyetjet nuk janë të përgatituna, s'ka kur gjë të paraplanifikuar, veç kemi diçka që Si zakonisht këto podcaste të cilat i gjizojmë janë spontane. Zakonisht janë ato vende ku jemi tu i vizitu, tu i kalu ndonjë ditë pushimi, edhe në mënyrë spontane ulemi ku e gjejmë një ambient, këndshëm, një ambient mirë, edhe gjejmë një temë të rasit për cilën ndihemi të inspiruar edhe inqizojmë. Atëherë Rinon, çka kemi na thonë për shkencën natyrale edhe shpirtërore? Po, do të thonë, shkenca materiale, natyrale. Niveli i dijes të njerit e përcakton nivelin e perceptimit të gjanave. Do të ato që e shohim, ato që mund me pa, ato që mund me vrejt. Shkenca materiale mbështetet në ato që duhet. Dhe do të më kriju një materje, një X problemi si li trajtohet për me gjithë zgjidhje. Cëllën do lami. Dhe fakti parë, observimi parë i pastër është që shqisa tona i observojnë simptomet. Çfarë do të thonë? Do të thonë që do një 1 milion gjana me ndodhë për funi, derisa në manifestohet diçka, shfaq diçka që mund me prek, me pa, aha, çfarë shoh vakti me studiu dhe po studiojmë, pe kryejmë filan shkollën, pe mbrim filan titullin, po bëjmë filan laboratori studimin, edhe analizat, edhe këtë shkencën që quhet sot çka njësh shkencë, edhe eventualisht pe gjejmë antidotin ose zgjidhjen ajo që karakterizohet sot zgjidhja në nivel material. Po çka është zgjidhja në nivel material? Në fakt, është një zgjidhje simptomatike. Do me thonë, për herë, po, do me thonë, është e limitume në 3D ato që na i shohin syt, na e rrok mendje, do ato që e prekim në nivel material. Ajo në nivel simptomatik është shumë e rëndësishme sepse për shembull e rrok njëri infeksion, duhesh në antibiotik se më dyshë shkon poshtë. Është shumë e rëndësishme me trajtu. Por më e rëndësishme se ajo është me trajtu shkaqet e vërteta përfundi në nivel shpirtëror, pse ka ardhur deri çatë. Cilat janë arsyet e vërteta. Sidomos kur janë punat e shneta që do të thonë elementi më i ndihshëm, që është konteksti më i ndihshëm, njerëz këtë nuk vjen por të shneta nalen krejt. Ajo stevet as titut, as pozita, as parë që ki, as të mrime që ki. Del një problem shëndetësor, krejt e nalin hapën edhe e po janë nisi me rikonsideru vlerat e tyne. S'ko ka kun kjo ku gjë më rëndësi, shneta ku ka. A mu veç masë të ndodh problemi ka. Ate janë nisë më bën njerëz më të mirë, dje më të mirë, qika më të mirë, ma njerëz shumë, u bën njerëzor. Derisa kemi shnetën, kemi shumë plane dhe shumë dëshira, po. Momentin që shfaqet ndonjë problem në nivel shëndetësor, atëherë veç një dëshirë është. Qysh më shnu? Qysh më shëro. Qëtash kur vjen puna te zgjidhja shëndetësore, këto do të më nojë hapin, edhe me rikonsideru rend civilizime që kemi pas para prakit. Emërusi përbashkët të gjithave është doktor Shnoshe Vetën. A nuk është ashtu? Kjo thonë një imbeshtë herë Sokratit, herë do filozof vetë vjetër, po puna ka shku që aty do me thonë, kur ka doktor Shnoshe Vetën. Çka do me thonë kjo? Po e zonë, kom që me marrë këtë shembull me 2 dentista, seminarët tonë se. Jo 2 dentista, a kanë shkollën e njëjtë kryme, e kanë teknikën e njëjtë të ushtrume, protokollin e njëjtë, materialet e njëjta, deri plombën, modelin që si njëjtë, këtë njësoj. Edhe ordinancat mundi pas ofër një fizikisht në tjetër. Po do pacienta shkojnë te ai, do pacienta shkojnë te ky tjetër. Pse? Është pyetja. Pse? Sepse edhe pacienti është pothuajse ofër ose në nivelin e njëjtë ku është vedijes, ku është doktori, në frekuencën e njëjtë. Frekuencën një. Edhe është natyrshme që na tërhiqemi prej njerëzve ose telefonave të cilat janë të paktën një nivel mbi atë që ne jemi ose ne e dim. Është njëjtë edhe ky podcast për shembull, njerëz të cilët na shohin edhe na përcjellin, me siguri janë ata të cilët kanë nevojë për, jo me siguri, po janë ata të cilët kanë nevojë për këto informata. Edhe për atë ekzistojnë shumë njerëz, shumë mësues shpirtërore, ku ta diun, edhe për secilin ka vend, secili ka e vërtet, po në bazë emëruesi përbashkët bazë pse ata shkojnë te ky mjek e jo te ky. Që qaj të lënë pacienti ka lidhje karmike me qatë të lënë doktori.
Do të elementi bazë pse shkon te ai, se me ato ka domethënë gjana në nivel shpirtëror të pa adresuar, të pa balancuar. Rolet i kanë ndryshme, domethënë polaritet. Ky është mjek, ky është pacient, por në nivel më të thellë, në nivel shpirtëror kanë karmic ties, që thonë lidhje karmike. Karmë, do të kusure të përbashkëta të trashëguar prej jetave të kaluara. Tash jo domosdoshmërisht gjithë kanë lidhje karmike. Ato lidhje karmike edhe krijohen. Për shembull, mos me pas lidhje karmike, po shkon te një mjek, i cili të merr qafta ai e dhamin e gabuar edhe krijon lidhje karmike. Ajo është rasti kur shtohet. Po paraprakisht për me shku deri aty, diçka të ka shku deri aty. Tash njëri e çon zorë me gjetë një hall, me gjetë një problem, po në esencë, për herë doktori e pacienti kanë karmë në mes vete. Kanë gjana pa adresuar në nivel shpirtëror. Ço janë shkenca shpirtërore dalli. Ashtu këta janë qenë të shkolluar veç nivel material, janë dy kategori, mujmë parapas që kemi për eksperiencë. Ata që thonë leve na kemi titull, kemi pozita, unë jam shefi, unë jam miku, ai është pacienti, unë e kam protokollin, çështë thonë më bën edhe kry, çati kryet filmi. Do të thonë problemi janë veshë para palës e cila ka probleme në nivel material. Këta që janë të edukuar sinqerisht në qenie, përveç adresimit në nivel profesional, para e bën adresimin në shpirtëror, që pastrimi shpirtëror. Do të pastrimi i kusurit përbashkë, i pastron shkaqet pse çaj pacient me çat problem specifik e ka gjetë çat doktor specifik. Prandaj në çdo civilizim thonë ka qenë doktor Shnoshevi. Sot në për mjekësi pare ishtin me bu betimin e Hipokratit, apo çto? 50 ditë me bu ai që nuk i ka të vlera, s'ka efekt. Ai që i ka, edhe sigur mos ta bëj kurr, do të ketë ato vlera. Do të mos janë seti protokolle që do të më trajtojë një pacient. Po për me zgjidh që do çfarë do çashti, vesh një thonjë do të në për laborator, në për mediumit mjekësore ku student mësojnë. Doktor Shnoshevi. Para më kujtu që nuk ka këtë botë autoritet ose diçka që më bën shefi, ata e bën probleme, unë shkruaj ai edhe ja zgjidhi. Aty mund të ndihmohet në nivel material, mund të adresohet, po jo të zgjidhë. Sepse shkenca e nivelit material është tanësisht simptomatike. Edhe kur e bëjmë zgjidhjen në një çështje, edhe kur zgjidhet në të dukshme, do të thënë, tendenca para e memoria përfundit në nivel shpirtëror është ajo që sillet vazhdueshëm. Përshtatë dhe përsëritet. Përshtatë dhe shpesh e përsëritet. Zakonisht përsëritet. Pa e zgjidh memorien në nivelin shpirtëror, nuk ka zgjidhje problemi. Ka pashitje të simptomeve. Që kjo dallimi i parë, ku shkon e kështu do të thonë, okay, po e shohim këtë problem që ka ardhur, po për me mritje të ky problem, o desh me bu me ndoshta mira investime në nivel përfundi, se janë pa adresuar që janë bosi ortek edhe që bum dol në nivel material. E tash do të mos zgjidh. E niveli që zgjidhen ato varet prej nivelit të vetdijes së personit cili merret me ato çështje. Kjo puna e shkencës në nivel material, më pëlqen shumë si temë se prej vetë termit po tregon se sa e limitum edhe sa është mrena do fa ligjeve dhe suazave në cilat jetojnë në nivelin tridimensional. Korniza. Do më thonë materia. Materia është ai niveli i fundit i cili preket shihet. Fizikja. Niveli fizik, ndërsa ato nivele tjera të cilat janë bazamenti i krejt kësaj, pa dukshmet, janë ato të cilat nuk i adresan. Dhe ato janë të më thonë bërumi, janë harqë, kuzhina e eksperiencës tonë. Niveli përfundi materiali shpirtërore. Si që t'jem për punës të që e bën me klient, për e kemi historie në nivellet në jetat e kalume, historie mas historie, ngjarje mas ngjarje, dëbume mas dëbume, me njerëz që kemi punë edhe çështje edhe sot në jetën e përditshme aktuale. Të cilat pa u zgjidhur ato, pa adresu, kur nuk ka zgjidhje problemeve. Eventualisht ka pashitje, dërem, janë 4 mundësi. E para është me dëru, e dyta është me bë si ta. E treta është, domethënë, me tentu me zgjidh dyqysh, po për gjithmonë është sikur mja qitë varës një farë anzaplasti për me, po varë është e patrajtuar. Përdesna nuk adresohet niveli shpirtëror historive tona, i databazës tonë që kemi jetë mas jetë me qindra mira jeta, sa ka yje në për univers, nuk ka as adresim as gjithë problem. Qëtu datë shopi për sheqerit e atyni që kanë intuit të vërtet, inteligjencë të vërtet, sepse inteligjenca vërtet është shpirtërore. Inteligjencë nuk është me kryer në shkollë, ai me njek protokollin, që thonë bu bash protokollit. 99% të tillë. Edhe që aty ngecin.
e merr një titull, e merr një pozitë, thotë unë jam shefi, unë jam edhe kry filmi. Kjo është arsye pse kemi aq shumë njerëz me titull jashtë pak rezultat të terren. Sepse në vend se më bëjnë njerëz të përulin të ditën të ndritur, përmendon arrogant edhe ignorant. Nuk ka çështë? Këto nuk vjen veç për mjeksi, kjo vjen për çdo lami. Ja çak dorën vetë se unë jam pozitë, tash edhe rrjetet sociale kanë amplifikuar këtë bëllë këtë lloj çmendie mentale, që do kjo është një ekstra sëmundje që njerëzit veç amplifikon atë egomanin, narcisizmin. Do tash rrodja që më bëu llojka, që më bëj dashur sipërfaqe, sipërfaqe luftohet. Po ata njerëz që janë të prirur kahvetja, domethënë me u liru prej rrethonave ku gjenden, ata janë tjetër sort tjetër. Edhe zakonisht i individ, ata nuk e gjenë për xhamate, nuk e gjenë për grupe, nuk e gjenë për sipërfaqe. Nuk kënaqen me ti të pozitë se e din që ato janë vegla pune. Domethënë ata përmbushën nivele shumë të thella. Edhe janë si bleta punëtore, s'kan kohë më marrë sepse janë të vetëdijshëm që na kemi malje me probleme personale. Sa kemi jetë para ashtu. Unë për edhe këtë planetën tonë janë veç 3 kategoritë njerëzve. Faqebardhët, që ngarkun tençi vetë me probleme personale, vezvelit të mshefon a mirë se i do në kamuflu më duk, e të duke mirë para botës, faqepërhimtet, te hund, edhe faqezit të çdo 3 kategori. Edhe njerëz që kanë vedi e dinë që burrat e mirë nuk janë këtë univers, e kanë kryer me këtë nivel, nuk janë në univers shumë me civilizime shumë të avancuar. Se që planeti ato i ka probleme që i ka sepse ka nivelin e vetë dijes që e ka. A që niveli vetë dijes e gatun eksperiencën edhe rrethana shoqërore ku gjende. Absolutisht. Po kjo nuk do me thonë që s'kanë ekzistu civilizime veç të në tokë ku jemi në sa që kanë qenë shumë të avancuar. Për shembull s'fund me një post që e bona në blog temin për Nefertitjen të zëmë, ku isha në vizit edhe pash ma në fund busin e saj, që kam dasht ka herë me vizitu dhe me pa, se më ka të rjekë gjithmonë figura e saj, edhe inspirimi që e pata është ajo puna e aty në disku të diellit, të cilët ata e kam pas si imazh, Ateni ka qenë zoti në të cilët ata ka besu, që është mendu se ka qenë i tillë, po në fakt civilizimi i saj edhe i burrit saj ka qenë i pari i cili ka qenë në një zot. Domethënë se deri atëherë kanë ekzistuar shumë. Të prirur ka monoteizëm. Po, edhe që niveli ku ata mënyra se çush e ka interpretuar historia dhe njerëzit sot që ata kanë besuar në një disk nuk ka të bëjë me të vërtetën. Sepse ai disk ka qenë një portal i cili e ka lidhur me hynore. Domethënë është përdor se kanë qenë shumë të avancuar se sa që ekzistojnë njerëzit sot, niveli i vetëdijës së sotme. Kështu që në këtë kontekst, domethënë nëse i shohim gjanat, atëherë shohim që ka shumë ka pas shumë datën tokë, domethënë civilizimi, ka pas njerëz që kanë ardhur me mision për diçka shumë më të lartësuar. Patërna e civilizimit e tash është rëndëse. Është çdo civilizim para praku është më i avancuar. Ky i uni veç për shkak të thotë edhe para vjen një pikë i zhvillimit teknologjik ku e sfidon nivelin qendror. Tash e kemi inteligjencën artificiale. Okej, nëse na si qenie njerëzore nuk balansohemi me zhvillimin e shpejtë teknologjik, përsëri kemi marrë tendencë abuz apokalipsit. Sepse merrem vendimet që nuk janë disa hapa, shumë hapa më lart për parimin qendror. Kjo nëse do të zhvillimi qendror, ka ndodhur më herë prandaj u kthy planeta në pikën 0. Apo zero, edhe okay. Reset, për fillon. Po besoj që kësaj here do të inshallah kena marrë mësime edhe çaty po të bëjmë këtë, ndoshta do të thonë bon dikush që ka inteligjencë në person, kjo çështje individuale. Çështje e mirë, të çështje shpirtërore zvyn xhamate. As zvyn në fal prisi fetar, as nuk vjen kërkosh që vjen veç inteligjenca supreme, internet për te perceptuale njerëzore, edhe vetja jote. Solo artisti këtu. Sikur solistat muzikore, ke marrë solistat muzikanta më të mirë janë solistat. Edhe këtu solo. Jo në kuptimin e se këtu nuk ka këtë shteg, këtë roktem, nuk ki vakt për krenari, sepse i vetëdijshëm për problemet e shumta që treton. Do ki parë punë vazhdueshëm. Edhe e sheh, që sa më shumë sheh, çaq më shumë vren që pas ka punë me çaq më shumë me bukë. Kjo në shteg po rrjedhimisht, edhe jeta shkon tu për mësues se pe rrugë aty ku do. Nuk më jerash më me shkencë në nivel material, po me ato në nivel shpirtëror. E si pasojë si rezultat, ajo niveli material fillon me domën efekt të ratuar të vetë. Në vërtet. Po kjo tim përlidhet edhe me autenticitetin. Po
po ne pashmangshëm po lidhet edhe me këtë, sepse është diçka që ndërlidhet komplet autenticiteti me krejt të tema që po i diskutojmë. Sa është e rëndësishme njeri me qenë vetja, sa është e rëndësishme me bo punë brenda vetës, me bo pastrim shpirtëror, me bo punë vazhdueshme, edhe me rikthy burimin, me gjetë pikën ku lidhja me burimin, me hyjnorën është në nivelin më të lartë. Çto është esenca, do të thonë qysh me gjetë qatë pikë ku kemi qatë lidhjen vertikale me burimin, në intensitetin më se kur bosh pia Allah kom që mos ki ku me livrit, në fillim hapi parë është veç me aniq dikon. Nuk i vak në bobla, veç dush me aniq shtekun e parë në qelë. E qelë është shtekun e parë, tani krijon rrethanat me qelë shtigje tjera edhe me pastrim në mënyrë që në qelë perceptimi shqisat edhe mendja që me pas punë edhe me pas efekt të dëshirueshëm. Në seminarët tona, si që den, Ho'oponopono, konorizimet e dijes, esenca është Ho'oponoponoja originale e morë në Simeonës, e cila punon krejt pot në pastrimin shpirtëror. Do të thonë, na jemi të dedishëm që jemi burimi historive tona. Databaza jonë na e dikton realitetin tonë. Historiet tona, të bombe të pabombe tona për gjatë jetën dhe të kalume, janë burumi, janë harqi eksperiencës tonë. Edhe e hoja atyne, jehona që aty në historive, na i rikrijon rrethana që jemi të jetojmë këtë kontekst, këtë moment që tukë që të veni. Që të vend ku jemi, ku do që jemi. Sidomos probleme që kemi me njerëz, kontekste ndryshme. E kalumja dhe ju vetëm, pra është qaj kombinimi i edhe atë që na e kanë lënë para arsit tonë, do të thonë vijat familjare prej dy anëve, nanës edhe babës, mi adresu që ato programimin e tyne, lozën, bamat e tyne, dhe më thonë kjo është një, dy janë qëto tjetave të kalume që i kemi shpirti joni ka përjetu jetë mas jetë, edhe tre, dë bama që i kemi bod, deri sa i na bod vedishëm, deri këtë moment ku jemi sot. Pra është kogja një ekuacion i kompleks për me zgjidh, po për me fillu me zgjidh do të mja njës dikap, do të mja njës me ato problemet cilat i kena në sipërfaqe, ato që i shohim edhe që janë më të dukshmet. Idealisht kish me qenë që këto probleme mos me qenë në nivelin material, sepse kur dolin në nivelin material, që që përmenë më herët, për shembull rastin e smundjeve ose edhe ndonjë problemi tjetër, atëherë ajo është niveli që ka shpërthy mas shumëti, po që ka një bazament goxha të thellë dhe të madh. Po është e vërtet atjetër rinon që pa e pas njeri qasi problemi nuk fillon po bo se bem kushë mjek që e do dhe pare i ki spëruan edhe në rrugë që në ljup të i vjetës të unde ose kush do tjetër ose kush do që ka pas qëfar do loj suksesi kodën kënë thojza vete cila kënë që shpërit atë pare ka me ta ka dhoni spëruv që e ka pas në mënyrë që për në rrugtimin asaj spëruv për minëzër mësimet o cikli kam pelli njëjtë e ki thirnjen i ki spëruvën i ki mësimet kras mësime i ki pësimet dhe mësimet, e ata në ki kur vjen, kur i kthesh si qenje komplete me mësime mësume, të cilat ki për detyrë dhe obligime i shpërnda. Që me minimu tjeme dhe, hej, qëre, nuk ka bashkë shpekallëzën shkolla dhe protokolle sistemore, se sistemi që jemi të jetu është i gatum, që me stagnu njerë, me parandalu për qenjës dhe. Kjo është asyë pse pak kemi qenje originale sa. Shto tash AI e ndash falë si veç po shkon të amplifiku. Kjo është se e gatun sistemi njëri par roboti, me kry një par pune pa falimedje, me marrë një rrugë, me shty një muj, një jetë pa kuptim, ja hup shpyt që muzika është në krizë, sepse njës të interesum, nuk është interesum sistemi me e suportu atë esencën e njërit, kreativitetin, harmonin, mundësin që ti me u zhvillu, ato dush marru vetë. Që më thonë, aspekti luftarak është bazë brendit në tonë. Paqja paqja është tyme me kresh, skillsetin me kresh shkallësit e luftës. Sepse deshte interferencë o e ligji i parë sa planetëve. Se cili të është i pengu për gjithka, vazhdushëm. Në më thonë që politika prind këtë shembull, ku se cili mundohet me përdor energjinë e tjetrit për qëllime egoiste të veta. Prandaj është e stërdështuar si lami që vendin tonë sa një çerek shekull po shih veç po sillës si vërtetë është e njëjtë. Historia është e njëjtë, as ka problem zero. Megjithatë, te den në seminarët tona dy tema nuk i folim. Politika 1, feja 2. Po çështë? Sepse janë njerëz të investuar në ato emocionalisht, janë të stërbindur, bindje strukturë fiziologjike.
do me sfidu bindje njerit të sikur me kap me arrat shplagë, më fizikisht në një qenë që ashtu i bën nisaj. Që ato debate s'ki çka kthy sa sikur kur hahen me zveti. Nuk ka argument, no jo egos, po njerëz të mishnum. Kur është i mishnum me një problem, atë nuk ka të zgjidhje, atë ka vetëm efekt reaktiv. Edhe krejt sistemi i kësaj planeti është ndërtuar shumë mençëm, edhe shumë poshtër njëkohësisht, që njerëz mos milion me u kfjell edhe me bu arsyen me ekzistu, me jetu arsyen pse i ka pru Zoti këtë. Do të kur të edhem për momentin që të çet hapin e parë me hec rrugtimin tonë, që me pas reaksione për tana onve. Çdo rreth është ashtu. Absolutisht. Sepse do e ke e marr hapin e familjes sonë. Familjes, rrethi shoqëror. Po ti përmendë më ardh lozë familjare, dhe jo rastisht populli thotë përpara që hajtojnë ku cila lozë, për shkak i njoftën çka familje, se e din që çaj programim familjar është tendenca paterna që asaj familje që ajo. Sonik, babe, babgjysh, nonë, nëngjysh, e ka një çato kombëtarush të tjetër. Cila paterna tash nëse e çon Zoti njëri të marrë në familje, me i trajtu gjanët në nivel duan, me i pastru ato story, kërejt ata para ardhës, edhe pas ardhësit, me qinta dhe e mija gjenerata kanë me pa dritë, sepse njoni e kun i duan që i ka trajtu në nivel duan këtë sene. Nuk ka marrë nivel material, jo marrë nivel në duan, qenë sa është shpirtnur, aty ku ka efekt, ta aman ku do. Edhe me këto, do me thënë, në këtë lloj qasje, këtë që e kallëzojmë në vazhdueshëm me shpjegon seminaret tona, që është hapa në pone originale, mornës një me unës, nuk është për gjithë kanë mas pare ta të skeruan, duhet thonë është për njerëz që ju ka koha për individ të përgjegjëm dhe të vetëdijshëm që sinqerisht janë të interesuar me zgjidhje problemet e vetë. Në mënyrë të pambarën, këtu s'ki punë me xhamate, as me prisa, as me kryqëzim veç, inteligjenca supreme edhe vullneti yt për me adresu, me trajtu gjanat që ju ka ardhur reni për ty me adresu si qenje vetëdijshme. Më po kthehemi te tema, se që filluam me temën shkenca materiale edhe shpirtnore. Ç'është më një njeri që është në shkencë materiale, me kalu për shkakun shkencë shpirtnore. Duhet më mshu diçka në kry. Në eksperiencën time është, do të thotë polizinës, polistemës, se janë të stërbindën ata. Na të dy të vim prej shkencës, prej lamive shkencore. Edhe unë për veti e di sa vështirë ka qenë rrugtimi jam. Natyrisht kjo është personale, po sa rrugtim i gjatë edhe i thellë ka qenë për me kalu prej njërës anë kodrës, në anën tjetër të kodrës, prej trunit majt, logjik të truni i djath, imaginar. Edhe pse të dytë kanë qenë aty, po për me vendos në shta qenjen, fokusin e vedijës prej një truni logjik ku çdo gjë duhet me pas një pse, një arsye, një zgjidhje, një problem, për me kalu në nivel imagjinar, ku i shet gjanat jashta këtij dimensioni, ka qenë rrugtim shumë i gjatë. E tash është mirë me lidh me këtë temë që po e diskutojmë të shkencës edhe me nda në ata që na shikojnë. Çka duhet me bëu ata? Shepët ka dhe shumë shkur shqip. Masi që po injizojmë edhe pa ndarë me tjerë. Çka ndodh, çka quhet sa shkencë? Quhet një rrugtim shkollor, formal, një shkollë fillore, një mesme, një fakultet, një titoj, një bachelor, një master, një PhD, eventualisht një kyçem në laborator që bëhet punë shkencore nëse e ki sytë asaj pune, edhe mbren një titull e hes një pa rrugtime edhe e ki një pa përvojë, po që kjo. Po kjo veç e prek ton kun si përfaqen, kur nuk e prek çështjet esenciale. Asnjëherë. E tash më thon diku që ka ecë ato temë von, hey, ka diçka shumë më thellë që ti as e ke konsideruar mas pas një nis niveli egos. Do të arroganca, ignoranca në aty shoshnusit e para. Trallën ata njerëz që kanë për ujë, më thon, okay, këto e kam. Po nashta pas ka diçka më thellë që pjafto për kësaj keq si spelikas me livri. Zakonisht do të një goditje eksperienciale në kokë, plakaresh për modë, bum. Edhe ai problem e kthjell njerën. Prandaj njerëz ka problem kanë sprovacit që ato e bën njerëzore. Jo rastisht ekziston. Po ndyshe për një arrogant që ka hyrë në shkollë, edhe ka pas një përvojë dikon edhe ka çaku dorën vetë që është i mëshëm. Aty s'kisha me folë me ato se as kupton, as interesu me kuptu. Ajo interesu më shiti menshëm edhe me kalzu sa po dhe. Që kjo është pasterna. Se është i fokusum në egon e vetë, në atë investimin që e ka bo. Edhe kry, është i te investum në investimet e jeta. Su në elqon atë investim. O i rëbnum prej eksperiencës për investimet e që i rëbnum. Edhe kjo pun, kjo ditoni, kjo ka pun prej zhvendus të nivelit trunor në vesh shpirtnor. Do në prej inteligencës qape për pjetë, në inteligencës qape të poshtë. Mas gati zemra. Kur vjen puna të zemra, këto krejt e nalin hapin.
Se çështjet e ndjeshme, inteligjenca supreme vërtet vjen përmes zemrës. Inspirimi vjen përmes zemrës, jo përmes trunit. Direkt. Çdo muzikant i vërtet, çdo poet i vërtet, çdo artist i vërtet ta ka zanta. Që truni aty s'ka punë, je receiver, je pranues. Zemra është portali që na lidh me hyjnorën. Po, fiks. Kështu që kur fokusi jonë është i bazuar në zemër edhe kur jemi të hapur këto, atëherë çdo gjë tjetër me një kuptim komplet tjetër. A muj me thonë, a kishim mujt me përfundu këtë podcast sepse ka fillu me ra shi, zisa po bregët. Taman me një shi shumë i mirë, pak me na fresku pas një dite të gjatë vere, të nxehtë. A kishim mujt me thonë këto që zemra është qasja për të shkenca shpirtnore, ndërsa mendja të shkenca materiale, kështu që në një farë forme, kështu që për me kalu prej shkencës materiale mendjes, do duhej që ta vendosmi qenjen tonë në fokusin e qenjes tonë në zemrën tonë. Edhe me i dorëzu konceptet që kemi nu jemi ma qash për to. Shkjo është kyqe, dorëzimi. Me shumë i që duhet, okej, kalu se kalu, let go. Që është ka pënduhet? Veç prova një. Nësa haloj e kështu të umajt, së është ajo një koncept, një trading, një loj halusinacion i besum. Sa arë konshienca nga me thonë qështu okon, kërë ka dojë që sa okon qështu heq. Kemi plëtrasët qashtërisht, ase bës të përmenin dhe njerë mës të rikëtojnë. Bilaj nëse për një me i thellum qenja tonë dhe ki mundësimi që do me thonë, okej, let go, ta shumë që ka pënduhet. Veç sa ma, ku që mësë, veç me observu, me këshyra, mësë për shfaqen sen tjetër. Unë veç kisha dash me nda këtë një histori shumë interesante me disa prej klientëve që i kom pas, për shumë me problemin e migrenës. Edhe shumë interesant se me seansa që unë mbaj të Quantum Healing Hypnosis Technique, kam pas shumë raste të klientëve që janë shëru. Pas seansës kanë raportu që janë shëru dhe nuk kanë më migrenë. Edhe kur me një familjarë, nuk e di, dika në tjemë shumë, kërë pa të më diskutuar, pa thonë, në që se egziston një njeri që e ka shëru migrenën, a i ka me marrë çmim Nobel për mjekësi. Dhe ka qenë shumë, kër e thaj atë, unë natyrisht se nuk insistoha, nuk i thash që në punën te me bëj, sepse e pash sa i limituar në konceptet e veta, sepse bashkë që kjo shkenca, jo shumë e rëndësishme, që kjo shkenca materiale, kjo e lyp një ilaç, e lyp një zgjidhje, e lyp një zgjidhje, si me thonë, marrë këtë sheqer edhe shnëshu. E në shkencën shpirtnore, unë po besoj që gjitha ta klientë cilët janë shëru prej migrenës, nuk janë shëru prej problemit të njëjtë. Do më thonë, që cili e ka pas një burim të ndryshëm. Edhe ajo shëru prej qasaj, edhe në mënyrë automatike pasaj është shëru dhe migrena. Pra migrena nuk e ka një zgjidhje të vetë me shëruse. Për që ato nuk e gësën që i ilaçit. Që e një shembull konkret tjetër. Se cili e gjenë problemin e vetë në një formë të ndryshme, edhe shërimi vjen në mënyrë spontane. Kështu që mirë që më kujtu ky shembull për me lidhë në temën që po e diskutojmë. Kjo dhe ne po kthehemi te historiet tona që ne gatuan realitetin tonë. Po e zonë me përmend një para asë. Supozojmë që një fëmijë dikujt ka problem shkollë e bullizojnë. Pse e bullizojnë atë fëmijë? Shpeshherë ndodh që prindja e fëmijë i bullizon të tjerët kolegët dhe kolegët e veta në vend e punës ku është të vepru. Edhe kjo është karma identike e miell prindi e kur fëmija. Është karmë instante. Karmë instante familjare. Që kjo story. Shembull ti mes pa pastruar karma, ai fëmijë nuk rajë, ai mund manku nona për shembull, po manku si fëmijë, po ai nuk është e di çka tu e bë kolegëve dhe kolegët veta në atë punë. Shembull konkret. Shpeshherë ndodh për vend. Pa e trajtu ajo non ose ajo bab, sjelljen e tij ose çfarë në vendin e punës ndaj kolegëve të veta, se janë bëndur prej pozitës, se pozita një lloj se njerëz tu të bëjnë digresion. Njerëz që nuk janë të kompletuar, kur janë ndron pozitën, janë ndron qenjen. Që thon u bu drejtor, i ndron komplet sjellja. U bu menaxher, so what, i ndron komplet sjellja. Në të vërtetë pozitat e punës janë në vegla punë, kur gjë tjetër më shumë. Një set i rregulla që pajtohesh ose nuk pajtohesh me kry. Njëri që është i kompletuar, pozita punës nuk e livrit qenjen absolutisht hiç. Në fakt kur s'mundesh me marr vesh për një njeri që është i kompletuar, çfarë pozite ka. Për mënyrë që sjellhet, që kesh ka bën kur hiç, sepse ajo e kryen punën që duhet, është i pavarur prej gjendjes, prej pozitës punës që është. Shumë është më rëndësi, në njësë e pa pjekon të si në të ngujum në nivel material.
po e zomja për një pozitë kur menaxher e bën drejtor. Ajo sjellë komplet ndron sjellje i sjelljeve, i emocioneve, i trajtimit të tij se tash u bë, ja amplifikon. Ose dikush që thon ka bo parë o prish, nuk o prish, ajo koni prish, por e veç ja ka amplifikuar prishtësi që e ka pas pa adresuar në vetës. Sakt. Që to janë çështje që duhet me adresu një shpirtnor, në që mu rahatu vetë, edhe me i parandalu që pasarës se to mos mi vujt pasojat e veprime negative tua. Që kjo është karma, që në story. Anën tjetër, nëse dikush e gojnë luftëtar, jetët e kalu me ka bo zotëm, se luft i ki sa mundësi, me mjë dikon, mjë dikush, me plagos dikon, plagos dikush, e zënë rap dikon, zënë rap dikush. Edhe qëto e në story të e luftës. Nëse në dikush në luft në jetë kalu me ka bodëve të veprime negative të tjilë, a i ka mbjell, e ta shka armë si gjallë se që i ke mirë, ato sto e hoja ty në story e ka me veti. Që të thonë, qëfar gjallë i mirë, që shpindohen që të sene? Tash nëse ai, po ne me e dishëm, pa ne me a fjallja kyshe. Me qelë dosin e vetë, me trajtu ato storje, niveli i dhimbjeve dhe storje që dhe që do të me adresu me pastru, është vërtet, është volumëno së malit. Edhe pa i adresu që ato, nuk kara ati. Sepse për e karma për cilë nivel me njës të tjerë, reinkarnon, komple rikëthej njët, okej, rojle tjerë, tash me përjetu anën tjetër e veprimve të deta negativë. Po që ato kjo kur futemi në nivelin material të ku pani me vlen në adresu për me zgjith qashti, por kur zgjidhen qashti zgjidhen njëre për gjithmonë, mësa ra. Kur dora për e një se pasron një story të tjilë, a njeri lirohet për jetësisht për asë story. Edhe eksperienca bëhet gjenet, vjen heaven on earth. Planeta jonë e ka qëtë mundësi më në konë heaven on earth, më në konë paroj santu, edhe më në konë kiameti që e kemi po, edhe vazhdime shumë i sen raste fshohe, në kontekste ndryshme. Se cila është ajo varet prej përgjeshmënisë të njerit ndaj përmbajtjes vetë të shqisave drejta. Këto është që e bën seminarët tona Ho'oponopono, që individ e përgjeshëm edhe testimi em që thonë ta të fesë kush është besimtar. Besimtar nuk është një që e një protokoll fetar. Ai njëri protokollizum. Domethënë çek edhe hisa në xhenet. Nuk ka pas çështë. Por mu, në eksperiencën tem, në thellë besimtari vërtet ose thellë besimtari vërtet është dikush që ka kurajon, mas pare se të mbas gudzim, ka besimin e vërtetëm mirëfillt, genuine, sinqert, matnatin për një inteligencë supreme për me qenë vetë dosin e vetë. Sepse kësar vim këtë planete, kësar hesin për kësar planete, këtë që ka kemi dhe që ka në mbitë të dosja jonë, kur që tjetër. Qajë dosin e dikton gjdo vendim, gjdo veprim, gjdo eksperiencë, gjdo perceptim. E sa ma pasër që kemi zemrën prej dosive tone, prej historijata, qash ma të pasër në kemi eksperiencën. Qash ma shumë mund me përjetu momentin. Rëllëlev, me përjetu qastin. E vërtet. Që kjo e në dikën pasërtia zemrës e përcakton kualitetin e eksperiencës. Ke pasët, pilot ka njës që i kam parë, në Kosovë nuk ka njës pasër, ka fukara me pare. Njeri pasën e që jeton qastin 100%. Kër e pin kafën, që kjo jeta. E shion 100%, komplet. Me eksperiencë pilot, që është ide bërë me rënu jetën, që e ka rënu jetën. Ato ta mëson veç qisa pasër që jenë prej zemës pasër unë, prej historive që kemi të trashëguar. Që kjo është thellësia, që të dallohet shapi për sheqerin. Kur një njeri tillë i rrej këtë shkencës së vërtet, ai bën mrekulli ose ajo bën mrekulli, sepse thellësinë e ka prej esencës, prej logjikës çështje. Por në shkolla, prapocinat e shkolla, edhe të sistemet, edhe shkolla është një sistem, sistemi edukimit, i arsimimit. Komplet ato na mësojnë qysh me vendosë qenje në ego, në tru, në kokë. Dhe më thënë, asë një nuk mësojnë qysh me vendosë në zemër. Kur asë njerë. Qka do që vjen si set i procedurave, i regullave, qoftë edhe feja dhe krejt këto sisteme, dhe më thonë, na mësojnë qysh më fokusu në tru, qysh që ato checklista, a i kena bu këta, a i kena bu ato. Asë njëherë në atë pjesën kryesore që është zemra, sepse zemra është definitivisht është portali që na lidh me hyjnorën, me ato me cilën na duhet sa më shumë që jemi të lidhur, qash ma të lumtun ndjehemi, qash ma mirë, qash ma të lartësuar, edhe e shijojmë momentin këto që e thari më parë. Pra, për me përmbyll edhe një herë. Jera risë me përmbyll, së me përmbyll. A përgjështë të të mua beti pa protokoll, kur nuk e di që ka me ardhë. Së në halet shiju, se në fillim desha me përmbyll, se tash, bjeshita shiu onal, na mundemi me vazhdu tutje. Që kjo që
shkenca shpirtnore është shumë e rëndësi këtë ata që na përcjellin me gjetë edhe me fokusu qenien e tyne në zemër, me hap zemrën, me fokusu në zemër. E kur jemi aty, kur jemi në zemër, na jemi të përullun, jemi të, jo të përullun kuptimin. Përullun, jemi humble, po, api vjeshe përullun. Njerëzori bjanë, mu bu njerëzishëm. Me qenë human, me qenë të hapun, ndaj çdo gjaje. Edhe me pa që jo probleme që i kemi e kanë një bazë edhe nuk ka lidhje se nuk ka me rëndësi fort me gjetë bërimin e atyne problemeve, sa është me rëndësi me gjetë qasjen për pastrim. Në thënë qasja e pastrimit është... Do të në dishka që i vjen momenti, sa në eksperiencën tonë, ka plot njerëz që mbanë për të mërrim të arritën. Formalisht i ka krejt. Po kur i afro mundësin edhe i ka... Kush mbahet i arritun, është qaj që është negë. Po që ashtu, po që ato për ta, po momentit që tash... Aj që është fokusum zëma, aj s'ka nevoj më një arritun. Po që tash, i afro një personit t'il mundësi me thonë, hej, ka mundësi që kja... Intuitivisht, mësara nuk është kërkush që është jo inteligent, sa mësë me di që apë bajt i ka. Intuitivisht, se cilë e din sa është ngarkum. Po goximi për me adresu qatë dosje, ajo vjen prej thellë besimtarit vërtet në inteligencë supreme. Unë në eksperiencë të tem që të i do njës. Aj njëri që për një me, e po s'ka që të dikush ka ardhë me kry një lifetime një jetë të tillë. Po, me për jetu për e vërtet. Po që ato se ngusim nga kërkon navesh bëj muhabet. Kusht nga aty që ka koha dhezën, aty që s'ka pa në lesë, po që kam pa lidhë këta dhe për me po është rregull krejt. Çdo gjë super. Po qëta po du më fokusu të zgjidhja, për ata që na ndjekin, janë të interesuar për zgjidhje. Jo për ata që si janë interesuar, se cili e ka rrugën e vetë dhe kitë në rregull jem për atë punë. Domethënë ata që janë të interesuar me gjithë zgjidhje, mu shëru, mu pastru, me jetu. Zgjidhje të vërtetat, mërtelteve të përjetshme. Domethënë të shkëpa, që zgjidhje simptomatike mund me gjithë secili. Ja që janë zaplas problemet edhe kry. Po me adresu një çështje sinqerisht, që pastrohet përjetësisht, ajo është veç niveli mjeshtënor i trajtimit çështje. Ai njeri i mundson vetës që me përjetu parajsën tukë. Ajo nuk vjen lehtë, sepse kur e qel një dosje të tillë, dalin dhimbje të mëdha, probleme të mëdha, gjëra të mëdha që kemi investuar jeta të kaluara, mos harro, nuk është kjo punë e lehtë. Është punë që marrë që kanë madhështi, kanë fisnikni. Nobelët e gjetojnë, njerëz nobel, njerëz fisnik, të dinë se emërtarët tona vinë njerëz super të mirë. Të na s'mund me mrri një njeri që s'është i mirë, sepse parafiltrohet, mbetet në xhamatën të grupet ku takon. Të na vinë njerëz që janë me premisa për me mësu adresimin edhe zgjidhjen e çështjeve një herë për gjithë. Edhe në të pavarur. Këto mëson hapon apo në univerzale morën në Simonës. Që është problemi në eksperiencën tem, ma shumë se 30 vjeçare, ma e rëndësishme në ekzistencë, sepse adreson dosjen prej sa qindra mira jetave që kemi mujtë me këto. Edhe e suporton harmoninë e ndritshme të personit të përgjegjshëm për përmbajtje. Të kthehemi njerë te shkrimet e shejta se shumë rëndësi që janë të evoluar pe unë, nuk një asnjë që din me gjyku pastër me fjalën e shejtë, me fjalën e numër. Në eksperiencën njerëzore, shisat kemi përgjegjësi, mënyrën që përdorim mendjen, shikime, ndëgjime. Në eksperiencën tonë, krejt mirat e kemi prej inteligjencës supreme që është perenia, edhe krejt këshijat e kemi prej vetës. Veç kjo thonje, ndodhi ju mësu njerëz më anku, ndodhi ma buni, çka po lyp ti çaty. Si t'ja kthem pasqyrën ka vetjat, nuk i pëlqen. Ju pëlqen mi qitë në pozitë ankesë, tash ata që kanë ligësinë zemër, ja kojnë ditë, çasa keq i ka e punë. Do të aty veç kanë storia tu trash. Për që ato njerëz që merren me pastrim nuk e nin as të bëj tash them as për gojem. Ai është i fokusuar dosjen e vet dhe din sa sene ka me adresu të ri, sa është interesuar për problemet e tërkujt. Edhe nëse vjen dikush me dekrescendo me mu, se muhabeti s'ka, gjë grupet tona. Krye filmi, sepse dosja çash e fill, çash shumë ka punë. Për eksperiencë, do të thotë kur janë nisë me çel dosjen tonë, aty historit të tua të mjaftojnë edhe të tepërojnë. Në s'kimo vakt as interesim për kërkan. Natyrshëm i këput nejat me njerëz që s'janë të interesum me përparu. Natyrshëm i këput i ndaljon nejat me arrogant, ignorant, të shkollum që e mojnë vetën dikushi. Sepse s'ki ko as interesim.
për njerëz që sinqerisht do me përparu ne marroj kohë, muj me marru. Nëse do të e lo gjumin, edhe e marroj kohë për një njerët, po për njerëz që s'janë të interesuar. E preferoj qetësinë e shpirtit tem, ndoshta vetë solo me jetë me prezencë perenis, por mo që e pasu një vërtet. Aty vjen inspirimet, rrugtimi jam, shehjet e mia, udhëzimi jam, çka me bu, momentin e duan, kohën e duan, ndërmarrjet e mia, me punu qisat pastër. Në këtë ambient që jemi të tej kontaminu prej informacionit. Që përna të që shetë të kësa? Jo, po ne, që ashtu është. Unë veç po du mu lidh me ato që me rëndësi për ata që në ndjekin, pavarësisht në cilën fazë të jetës janë, në cilën fazë të zgjimit të tyne personal janë, me ditë dhe me u rikëthy të që kjo të zemra, të qasja edhe të vendosja e qenjes tyne fokusit në zemër. Sepse aty nuk ka arrogancë, aty nuk ka ego. Aty do veç përmbajtje. Aty është saktë është qa përmbajtja jote, qa instant karma në pasë përmbajtje që e kemi, edhe s'ka rrugë tjetër pas pastrimi shpirtnor, tu bo qaj pastrim, tu shtu, tu rrit. Liria qenjes. Liria qenjes, po edhe lidhja me vetën tonë më të lartë edhe me hynorën. Sepse në esens ajo është krejt që ka na duhet. Sepse na kemi arë në këtë nivel fizik, unë e shpët lidhën, jemi edhe horizontalisht edhe vertikalisht. Kjo horizontalja është niveli ku jemi me njerëz, me rrethin, me ata me cilët kemi lidhje karmike, ndërsa në nivel vertikal jemi me vetën tonë më të lartë edhe me hynorën, edhe që e lidhja sa më e pastër me qenë, na jemi aq ma të udhëzuar për çdo veprim, për çdo hap që ndërmarrim në jetë edhe që e bojmë. Kështu që po kthehemi prapë te inspirimit, e ajo që na udhëzon, qysh me performu na sa më pastër, sa më mirë, edhe me kry misionin për të kemi ardhur. Edhe kur e ki këtë qasje njerëzore, njerëz çarmatosen. Ai që është i prirun për luftë e sheh ndjen që s'ka nevojë mbo luftë me ty se ti intereson për paqe të mirë fillet vërtet. Edhe njerë, po them, jemi në planetin e Tokës. Për me mbjetu në planetin e Tokës, do të me pas krejt shkallësit e krejt llojet të luftave. Sepse ai që është arrogant, ka njerë duhet me të step up që dojnë me majtë frontin. Po 99% gjasave, nëse vazhdojmë me pasim gjendje të sinqertë shpirtnor, edhe ata ku të mos që kun armisht në ata ka da nojnë, se do ka ta se diçka tjetër ku ata. E ndjenja është për herë të parë në jetën e tyne që pas për diçka ma të thellë, që bëj ka muni njeri mas pare. Me një paqe, me një shtytje për konflikte, ke pa në kontekstet tona, së mos biznes, konflikti është mënyra parë. Njerëz që janë të stërë lodhën prej stresë, prej goditjeve, interferencave, dallaverave, të ngulmeve, ambienti egër, edhe toksik, edhe lodhë, sikur më kënë morrej të nditën fizikisht. Duron një javë, duron 2 javë, duron disa muaj, tani ja bos mundja, që kjo është patjetër. Anë tjetër kur punojmë për paqe të mirëfill, mos harro nuk jemi rastisht aty ku jemi, po kthejmë për ne. Pyetja për finale, çka po lyp ti çadem? Çka çaj? Natyrisht. Po kjo shumë rëndësi, po ndërlidhna me këto që e ceke që të reagimi jonë ndaj situatave të ndryshme. Sa është me rëndësi na me majtë qatë paqe dhe pastërtinë, sepse çdo ambiente toksike janë gjithandej, janë gjithka. Të prej familjes, prej vendit ku jem, që aty në shpe, në lagjen, mahallën, në qytete, kudo që jem, e deri te raportet ndërnjerëzore, raportet kolegiale, ku ta diune, e tjerë. Pra, mos me reagu sepse njerëz është e natyrshme që njerëz me reflektu gjykime të ndryshme për këdo, për neve që po e bëjmë podcast, për juve, për këdo. Domethënë e japin gjykimin, e gjujnë atë mlefin, për mbajtjen e tyne, edhe është shumë e rëndësi që mos me reagu në qatë nivel, sepse në një farë forme reagimi jonë pastaj e zgjon e ushqen atë, po në njëjtën kohë edhe tregon që na kemi mrena vetës ende çasi frekuencë. Edhe kjo mandej na jep që na prap me reflektu edhe me manifestu frekuencë tillë, që mund të me qenë shumë e ulët. Kështu që shumë e rëndësishme që na me reagu në paqe, mu pastru, edhe tu pastru, tu i liru ato frekuenca jo duhuna, frekuenca tulta. Kjo na mund të thënë që ne me manifestu
një ambient vetës shumë atë lartësuar, shumë atë mirë, pavarësisht se ku jemi fizikisht. Edhe ndikohësisht i kontribon tjerëve që edhe ata me pas mundësinë një rrikë kësaj rrugë. Po. Sepse në kur je vetëm paqe, krejt rrethë jot është paqe. Tendenca që ne. Ç'kjo është? Do thoni mundson ti që ata se po bëj ka muni mirë, muni edhe njeri, edhe me përjetu eksperiencën e jetës, me hecë rrugtimin tënd, edhe me kontribu tjerëve me mënyrën pse je. Edhe nëse disa njerëz që ata që janë arrogant e ignorant, për e kanë edhe thonjët kundërshtime për këni me një lulje që pranë vera, standardo. Si tani me çfarë çka, u thon me një lulje nuk çel pranë vera, po ja nis. Fillon. A është hë? Ç'është diçka pranë vera. Pa gjatë lulje. Kjo rruga individuale është mënyra dhunë sepse ajo është liria vërtet, shpirtore qenësore. Në nivel të vërtetësisë nuk vjen as xhamatet, as lider. Po para këtë rrugtim, ai që fillon këtë rrugtim nuk do të niset se çka mendojnë tjerë, absolutisht. Po i bëjmë muhabetet sepse për ato çka njihet, që cilë programi kolektiv. Po, programi kolektiv. Edhe tjetra është, me kontrim që ashtu bush, ashtu? Vazhdimi është nëse nuk pastruosh. Do të me kontrim që ashtu bush, nëse nuk pastruosh. Po, momenti që pastruosh, s'rren momento. S'rren, ose ai ka mu përparu, ka mu bë djalë se që kemi që me kon harmoni me ty, ose keni me dy shketa se si ai në buxhillën e vet, në proskën e vet, ti në rrjedhën tonë deri në orë. Ja nisë mu bo muzikë. Po se gjeroj që me notja kemi bu muhabet gotën e të mirë. Sa interesant, filloj shiu edhe si duket edhe shiu e po që tema ka shumë interesante edhe unë dalë që na me vazhdu tutje. Unë ju falenderoj shumë, kushdo që ka ardhur deri në fund të podcasti edhe na ka dëgju, ju falenderoj shumë për kohën që e keni ndo. Është vërtet kënaqësi. Moti s'kemi bërë në podcast atil. Kemi shpeshtu këta. Po, do t'i shpeshtojmë. Edhe që më shpeshtu ma shumë online, milion njerëz të lexu edhe vetë, ulemi edhe ezim edhe bëjmë muhabet. Po, është kënaqësi me nda këto informacione dhe këto muhabete të cilat merinojnë i bëjmë në mënyrë përditshme, zakonshme për neve këto muhabete, po është mirë kur e dim që edhe të tjerët na dëgjojnë, na përcjellin edhe mësojnë diçka. Ju hen punë këto informacione që i ndaj me juve. Atëherë, faleminderit edhe një herë, faleminderit. Na jemi partner tjetës në shumë aspekte, në çdo kuptim fjalës partner, kemi fatin të jemi së bashku në këtë live time, këtë episod jetësor. Ne kontribuojmë në zhvillimin e një tjetrit. Edhe këtë aty që janë të interesuar, sinqerisht për ne me përparu. Sepse në nivel të përparumit vërtet, s'ka kufi. Në dhe s'ka kufi, s'të intereson i kajtje, as kufi formal, administrativ, as kufi nacional. E vetë një pyetja, a je njeri, edhe pyetja kryesore, a don mu bo njeri? Që ke dyta ma kryesore ose e parë? Se në gosë njerëzore vim krejt, po që kjo a don mu bo njeri, kjo e don shavën për gjeshjerit, mjaqët të pjevnerit edhe dritën për tjerë. Sa bukur. Atëherë faleminderit edhe një herë, ju përshëndes edhe deri në podcastin e ardhshëm. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Natën e mirë.